Përshëndetje të nderuar shikues, zonja dhe zotrin, mirë se po takohemi bashkë në RTK Prime. Do të flasim sonte për lajmin e fundit dhe për zhvillimet e tjera. Lajmi i fundit është se kryetari i LDK-s, Lumira Bixhiku, pas një takimi që siç ka thënë ai të një grupi të ngushtë bashkëpunëtorësh që ka pasur për mbi 5 orë në zyrët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, do të ofrojë dorëheqjen nga kreu i partisë në kuvendin e kësaj partie që do të mbahet javën tjetër dhe ka deklaruar se do të varet nga kuvendi nëse do të pranojë ose jo dorëheqjen e tij. Dhe kjo vjen si rezultat i dështimit që ka marrë Lidhja Demokratike e Kosovës në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Ndërkohë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka çuar në rinumërim disa komuna dhe qindra kuti votimi në shumicën e komunave të Kosovës, proces që do të përfundoj pas 12 ditësh ose 14 ditësh bazuar në deklarimet zyrtare që i ka bërë zëdhënësi Komisioni Qendror të Zgjedhjeve zoti Valmir Elezi. Po ashtu kemi deklarimet e presidentes, e cila ka thënë që synon të marrë edhe një mandat, ndërkohë nuk ka një qendrim zyrtar ende të vetëvendosjes nëse ajo do të jetë kandidate për presidente sërish apo jo. Këto çështje do të trajtojmë me panelin që kam në studio. Për herë të parë sonë në studio kemi zotin Artan Aliaj, që është ekspert për qeverisje dhe proceset politike. Kënaqësi që e kam studio, mirë se erdhi. Bravo, mirë se gjej. Politologun zotin Melazim Koci, mirë se erdhi. Faleminderit profesor. Zonja Mbesa Lusha, profesorish, mirë se erdhi. Si dhe kryeredaktori i Telegrafit zotin Muhamet Harullah, mirë se erdhi. Mirë, bashkim. Me që thamë që do të flasim fillimisht për zhvillimet në Lidhjen Demokratike të Kosovës, pra kreu i saj Lumira Bixhiku tha që do të ofrojë dorëheqjen. Shohim një deklaratë shkurt se çfarë ka thënë Bixhiku pas takimit 5 orësh që ka mbajtur, siç ka thënë me bashkëpunëtorët e tij të ngushtë. E kam obligim moral, e kam obligim politik të sjelljes sime që të marr jo vetëm përgjegjësinë, por të marr dhe shtroj tutje dhe organizimin politik të LDK-s nëpërmjet ofrimit tek kuvendi i LDK-s së dorëheqjes. Si me sekretari i LDK-s, e më pas kuvendi i LDK-s le të vendos nëpërmjet votës se a pranon apo nuk e pranon këtë dorëheqje. Pra, kjo ishte deklarata e zotit Bixhiku dhënë për mediat pas takimit dhe si të kuptohet kjo dhe çfarë do të ndodhë në kuvendin e partisë pra të Lidhjes Demokratike të Kosovës që u paralajmëroi për javën tjetër. Zoti Alia do ta nis me ju, me që e kemi për të parën herë në studio, si e sheh këtë deklaratë e zotit Bixhiku që tha që do të ofrojë dorëheqjen në kuvendin e LDK-s. Unë mendoj që parimisht sikur zoti Bixhiku do të donte të japte dorëheqje, do të kishte japë dorëheqjen në natën e zgjedhjeve kur u vendos rezultati i zgjedhjeve të 28 dhjetorit. U pat përmend paraprakisht që ka gjasa që ai do të dalë dhe do të jap dorëheqje atë natë, mirë po nuk doli ashtu. Ajo që kemi pas sot, po mendoj qysh nga dita e djeshme, është një farë lloj keqkuptimi spaku, nëse mund ta quaj ashtu, ku disa media thonin që ka mbledhje të kryesisë, disa media thonin që ka një takim jo formal me një grup të ngushtë. Dhe mendoj që ndoshta edhe kjo është një farë formë pasqyrë e gjendjes aktuale të LDK-s ndoshta. Pasi që pam një takim që ishte me një grup shumë të ngushtë, jo formal, se di pse është desh të bëhet mediatik nëse ka qenë i tillë. Takime informale mund të kenë kryetarët e partive në bazë auditoris, do të thotë që secili takim. Nuk është që e ka për LDK-ja zyrtarisht të njoftuar takimin, por mediat e kanë këtë punë marrin vesh. Po mirë, po e kuptoj, po dikush e ka njoftuar publikun. Edhe si duket ai njoftimi publik ka qenë jo i saktë. Mirë, po kjo që u tha për mua është pak e pa kuptim, nuk ka nevojë të pritet kuvendi dhe të jepet dorëheqje para kuvendit, dhe nuk ka nevojë ta pranojë askush atë dorëheqje. Nëse don të merr përgjegjësi për rezultatin zgjedhor të 28 dhjetorit, zoti Bixhiku ka mund të jap dorëheqje dhe të largohet me njëherë. Mirë, po pasi që dorëheqja nuk erdhi natën e zgjedhjeve, unë kam qenë i sigurt që zoti Bixhiku do të dëshirojë që të qëndrojë prapë në krye të partisë. Dhe ky deklarim i bie çaj vazhdon të mendoj që të jetë kryetari i LDK-s? Unë ashtu e kuptoj. Unë e kuptoj që ky takim ka qenë më shumë ndoshta takim organizativ se si të qaset ky grup jo formal, ta thret kryesinë e partisë dhe ta thret pas edhe kuvendin, mirë që ta krijojë ndoshta një atmosferë të tillë që zoti Bixhiku të mbetet. Prap është një vendim i tyre, ata e dinë se cili do të jetë mënyra më e mirë të vazhdohet me tutje. Mirë, po kjo që parë sot është definitivisht për mua nënkupton që zoti Bixhiku nuk ka asnjë interes të largohet nga kryeja e partisë. Dhe nëse duhet mirët po ashtu përgjithësi, mendoj që i takon kryetarit, mirë po në bazë këtij takimi sot mendoj që shihet edhe kush janë edhe përgjegjësit për këtë rezultat. Nuk është vetëm zoti Bixhiku, pasi që tash më një kohë edhe njerëz nga partia LDK kanë thënë edhe publikisht që vendimet e zotit Bixhiku janë marrë në një grup të caktuar njerëzish brenda partisë
dhe tek ky takim është mbajtur me një grup më të shkurt se sa ai i kryesisë. Nuk kupton që ky është ai grupi njerëzve që ka marrë të gjitha vendimet së paku nga shkurti i vitit kaluar deri në zgjedhjen e Edhe zoti Hoti, sepse të paktën për aq sa dihet publikisht zoti Hoti nuk është që ka një bashkëpunim Nëse ju kujtohet zoti Hoti pa të bërë një reagim qysh në zgjedhjet e shkurtit dhe pa thirrë për përgjegjësi nga kryesia dhe nga kryetari i LDK-s për humbjen edhe në shkurt, ka pas një reagim shumë negativ të disa njerëzve të afërt të zotit Abdigjiku, pastaj kemi pa një përmirësim të asaj nga zoti Abdigjiku vetë nga ai, dhe e di që ka pas pastaj shumë takime dhe ka pas interesi ka qenë që të mbahet afër zotit Hotit, mos të largohet për shkak të një deklarate. Kështu që kemi pa edhe kësaj here ndoshta reagime të tilla nga disa deklarata të tjera, jo vetëm të ndoshta ish kandidatës për deputete tash të LDK-s, mirë po edhe nga disa opinionistë, dhe kemi pa çfarë reagimi ka ardhur nga kreu i LDK-s. Do thotë reagimi është impulsiv, është i moment dhe pastaj tërhiqen. Dhe kjo po vazhdon. Zoti Koci, për juve është dorëheqje me tamam dhe serioze kjo çfarë deklaroi sonte Abdigjiku? Jo, nuk mendoj që është dorëheqje, është tentim për të amortizu kërkesat që i bëhen për të dorëheqje, sepse e dëgjova një pjesë tjetër që nuk u emitu se zotit Abdigjiku, ku pyetet nëse do të mbetet kryetar, nëse vendimi i kryesisë dhe kuvendi do të jetë që ai të mbetet, dhe ai po ai tha, por do të respektojë vendimin e kryesisë dhe kuvendit përgjithshëm. Këtu është një gjë që duhet potencu. Me statutin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, kryetari, në këtë rast zoti Abdigjiku, ka propozu kryesin, janë 40, më duket nëse nuk gabohem, janë 40 antarë të kryesisë, cilët janë të propozuar direkt nga zoti Abdigjiku, nga kryetari, do të thotë. Dhe unë thjesht dyshoj që kryesia do të miratoj, supozoj që kryesia do të refuzoj dorëheqjen e tij me shumicë, dhe pastaj të njëjtin vendim e pres edhe nga kuvendi i përgjithshëm. Nuk besoj që Po, zoti Abdigjiku e tha, do ta thrasim kryesin për ta përgatitur kuvendin e në kuvend do ta paraqes dorëheqjen. Po, por kjo nuk e përjashton mundësinë që edhe kryesia të bëjë një propozim, të them, që qëndrimi i tyre mos pranojnë dorëheqjen kryesia nuk mund privohet nga drejta. Është diçka, por LDK-ja nuk është që është aq homogjene, sepse kemi deklarimet që kanë qenë. Sigurisht, po unë thash pak më parë, nuk besoj që është kriju masa kritike brenda LDK-s për ndryshime sepse këtu nuk kemi të bëjmë, besoj unë, vetëm me dorëheqjen e zotit Abdigjiku. Supozoj që nëse do të ndodhte që të miratohet dorëheqja e zotit Abdigjiku, do të pasonin edhe shumë dorëheqje tjera nga kryesia, sepse po them, ata janë të propozuar nga zoti Abdigjiku. Pra, ky grupi që quhet jo formal? Po, ky. Unë tani nuk e di, po mendoj se ata janë 40 në tërësi, besoj që janë në shumicë. Po veç atër po flasim për njerëz që kanë ndikim të madh LDK, zoti Lutfi Aziri, zoti Anton Çuni, zoti Zemaj, zoti Abdullah Hoti, Doar Shakica Xhelili, zonja Hikmete Bajrami, janë njerëz që kanë ndikim të madh në LDK. Në qoftë se do të shkonin, po themi kështu kushtimisht granitur në dorëheqje. Nëse zoti Abdigjiku, nëse kuvendi i përgjithshëm e miraton dorëheqjen e tij, unë nuk e përjashtoj mundësi që do të ketë dritë të mëdha brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, edhe largime të mëdha, do të thotë, sepse edhe janë në gjendje të rëndë. Lidhjes Demokratike i duhet një rifreskim, një refresh, një i madh, do të thotë, nuk do të mjaftojë vetëm dorëheqja e zotit Abdigjiku. Unë nuk besoj që ajo është i vetmi përgjegjës për këtë çfarë ka ndodhur me çfarë. Desha edhe vetëm një gjatë them. Por e konsideroj që kjo fenomen nuk ka fenomen ky vetëm që ka të bëjë me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Partitë e mëdha, siç është Lidhja Demokratike, siç ka qenë Lidhja Demokratike e Kosovës, dhe ende është jo ato për masa, sidomos në vendet në tranzicion, siç është Kosova, e vujnë largimin ose mungesën e liderit. Kjo është tazëm, dhe kjo në Kosovë shumë e theksume. Lidhja Demokratike nga koha e zotit Rugova, nga momenti kur zoti Rugova ka ndru jetë, nuk ka mund ta marrë veten.
ta marrim PDK-n. Gjithashtu nuk ka mund ta marr vetëm pas largimit të zotit. Në Kosovë partitë janë lideriste. Ose ta marrim vetëvendosjen. Vetëvendosja pas zotin Kurti nuk paraqet forcë. Do të thonë është orientimi liderist. Do të thotë unë e di një rast për shembull Çeki. Sa ka qenë gjallë zot Václav Havel. Partia ati ka qenë dominante në Çeki, do të thotë. I ka pas gjitha pushtetet. Në momentin që ajo është tërheq, ajo partia është duk praktikisht nga skena politike. Pra, edhe LDK-ja besoj që pos dështimeve të shumta ka munges leadershipi të trashëguar me largimin e zotit Rugova. Derisa fliste zoti Koci, ju thatë që nuk është ky momenti që zoti Abigjikut t'jap dorëheqje. Ju thash nuk është momenti ndoshta për ato që tha zoti Koci për ndryshime të mëdha, sepse ato dojnë kohë, dojnë analiza, dojnë reflektim. Çka më ka pengu mund me njëherë në këtë kohë është një lloj qasje emocionale dhe jo racionale. Edhe një lloj nga analistët, nga të gjithë, një familje nga një herë duket po bëhen temë në zhvillime politike. Nga të gjithë ndoshta se është një farë tendencë me një herë një farë lloj si gjaku, ishte ka hajt t'ja hekim kokën dikujt. Unë mendoj që LDK duhet me analizu problemin e vet nga aspekti strukturor. Qysh ndodhi që me nën shkurt pat një rritje, po themi jo substanciale, po prej një pozite goxha, po themi ku ishte, pat një lloj ngritje. Po e rriti për 5%, do kthy prapë. Dhe u vlerësua aq shumë, domethënë, kontributi i këtij leadershipi, po them LDK, edhe brenda një kohë të shkurtër tash pat një zbritje me po të njëjtin leadership. Pra, këtu duhet me hyj më thellë. A ka mujt për shembull LDK-ja në çet ambient ku ka dominu një farë një farë fushate anti-VV, edhe ku edhe fushata edhe kritika ka qenë aq e ashpër, po them që ashtu si gjah shtrigash me fjalë të rënda, me bërtima, me qjere në për studio, sa që e ka mbyt edhe hapësirën për me pas kritik të mirëfillt edhe debat për gabimet në politikë bërje, edhe mandej gabimet që ndoshta kanë ndodhur në kampin, po themi, të LDK-s, që kur e kanë marrat fitoren, po themi, kushtimisht me nën shkurt, kanë vazhdu me të njëjtin strategji pa reflektu se a do të me ndryshu rruga. Ju kujtohet shumë mirë në këtë studio, kur kemi bisedu, kemi thonë, kur e provon njëri një rrugë, e shet që është gabim, do të me ndru. Këte kemi thonë shumë për VV, e cila reflektoj pak edhe në këto zgjedhje, e ndryshoj pak qasje. Kemi fola ato që ka ndodhur me nën shkurt. A ofroj seriozisht dorëheqje sot zoti Abigjikut? Unë po mendoj e pash kështu si një lloj normalisht obligimi moral që e kanë ndje. Të gjithë kanë prind ndoshta atë ditë me dhënë dorëheqje. Unë personalisht kam mendu që atë ditë nuk ka qenë koha me ofru, sepse ka qenë shumë shok i madh edhe për te edhe për gjithë kryesinë, sepse ti një farë i ke përdorur të njëjtat metoda edhe të njëjtat resurse edhe të njëjtën strategji qysh fitove, edhe tash thjesht doli që humbe, se du të mu analizu dhe faktorët e tjerë, të cilët kanë ndiku në qatë narrativ që për shembull vendosja e ka vetvendosja e ka përdorur gjatë fushatës, LDK-ja çka ka vepru? A ka mri me u ndëgju zani për reforma, a ka pas plan për reforma për alternativë, apo thjesht ka reagu ndaj për shembull fushatës LVV-s? A ofroj dorëheqje? A është serioz zoti Abigjikut në këtë që po e thot për dorëheqjen? Sipas jush? Po, unë për veti du me besu kur thot dikush ofroj dorëheqje në institucionet që janë të partisë, unë e marr ato shumë serioze që ai do ta ofroj në kuvend. S'kam arsye me besu që ai gënjen edhe nuk e ofron dorëheqje. Nuk është ide. Ide kur po them serioze, s'po them nëse po gënjen ose jo. Po jo, nëse më pyet mua do të më dhon dorëheqje. Bazuar në rrethonat edhe në këtë që u thon. A duhet më dhon dorëheqje? Unë besoj që në parti politike vendimarrja spaku duhet me qenë kolektive. Në parti politike nuk është si në ushtri që një general e kontrollon komplet betejën edhe ose e humb ose jo. Këtu besoj që ka pas gabime gjithandej në për struktura, por nuk është edhe veç gabimi, si me thonë, i vetë leadershipit LDK-s. Barra kryesore zakonisht bie. Po, natyrisht që bie, por këta nëse dojnë për një me... Realli tje shkarkoj trajnerë, nuk e shkarkoj, aden është një, jo, po mirë, u shkarku, pa të efekt,
Po është kuvendi ajnë. Jeni të bu krasime interesante. Nëse kuvendi... Flasim për galaktiket e futbollit botnor. Nëse kuvendi është karkan, Po nëse kuvendi është karkan, atëherë unë e pres që ai me usill konform përgjegjësisë dhe me pranu. Por, çka është më me rëndësi, hajde që po heket Lumiri. Nashta para se me orte që ajo, qka, nëse muj pak me diskutu, do më thënë, dy aspekte i poshtë të pyetja jote bashkem, a duhet me dhonë dorëheqje, a dha dorëheqje, a s'dha dorëheqje, a është kjo dorëheqje. Unë posh vullnet të zotit Lumer Abdigjiku me dhonë dorëheqje, pra ka vullnet që e kalon në dorën e kuvendit. Ai reagoi tash fundi edhe po thot, ta kem jo formal konsultativ me nënkretarët e partisë. Dhe në fund, po thot, vendos kuvendi, nëse ka në garë njerëz që mujnë me dalë dhe me kërku këtij përgjegjësi, atëherë është kuvendi atje ku duhet të ndodhë. Por, ishte sot edhe një fotografi, me të drejtë e pat kolega. Njerëzit që ishin mbrapa zotit Lumer Abdigjiku janë nënkretarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Të gjithë këta, ta duhet me thonë, që në komunat ku ata janë për nga vinë, kanë dalë partia dykon dë tret. Pra përgjegjësia, ta përfundoj këto, përgjegjësia vjen nga zoti Abdigjiku dhe të gjithë leadershipi kryesor nënkretarët edhe sekretari zoti Emre Elipjanit. Pra është nomenklatura e partisë e cila e ka pru situatën këto kohë. Unë posh, përgjigjen e drejtë, unë posh vullnet, por nuk po shoh që ka mundru leadershipi nëse s'ka diçka të re brenda strukturave ose njerëzve të ri që dalin me ambicie për të marrë Lidhjen Demokratike të Kosovës. Unë kur njët në emisione, ose pak të më provoj të mos bëj komente, por kur njeriu do në t'jap dorëheqje, politikan, qoftë udhëhes, është edhe opsioni që nuk mund ta kontestoj askush. Dorëheqja e parëvkushme. Unë thash vullnet. Thash vullnet. Te ideja kjo nëse është... Unë prandaj thash... Në futbollit nëse mund të ndërlidhem, kjo që tha që do të kishte rasu kur Real Madridit të largon të 11 lojtarët e parë edhe trenerin, jo vetëm trenerin. Do thotë, qoftë futboll, qoftë në politikë këtë rast, mund t'i kenë të gjithë fajet. Mirë po një është zakonisht viktima, ose trajneri, ose kryetari. Dikush sakrifikohet. Kështu që është princip, edhe është parem që e kanë një farforme ka promovu vetë zoti Abdigjiku. Qysh, momenti kër e ka marrë ndorë partinë, ka thënë që ne do të kemi një parem të llogaridhënies, kur dështon duhet të tërhiqesh. Edhe nuk po flasim vetëm një humbje, po flasim për dy humbje. Po harrojmë këtu që edhe në zgjedhjet e shkurtit opozita e tëra i ka humbë, edhe zgjedhjet e dhjetorit opozita e tëra i ka humbë. Edhe tash jemi të fokusuar ndoshta më shumë në LDK, pasi që spaku këtu e kemi një deklarat për një tentim dorëheqje. Mirë po e njëjta vlen ndoshta edhe për PDK-n edhe për AK-n, edhe këto kanë dështu. Edhe këto i kanë dy kandidatë për kryeministër, që dy herë. Do thotë metodat njëjta, mënyra këtë njëjta, do thotë tentohet që të ndrohet rezultati. Mos harrojmë që mes zgjedhjeve të shkurtit dhe zgjedhjeve të dhjetorit ka pas veprime politike të shumta. Edhe një seri veprimeve politike të zotit Abdigjiku me kryesinë e tij e kanë sjell partinë në këtë gjendje. Mos të harrojmë këtë. Kam përsërit disa herë në disa studio, disa prej arsyeve, mirë po ka shumë arsye se pse ndoshta ka rënë kaq shumë LDK në një periudhë 10 mujore. Do thotë e pa atë rezultat deri diku pozitiv në shkurt, pasi që ishte një ngritje deri 40%, jo, 40% votës totale të partisë. Mirë po tash kemi ramje në fikën 0 prapë, do thotë jemi në qatë masën e votuesve që janë tradicional partisë, se do të votojnë çdo herë, kushdo që të jetë kryetari, mirë po që të bënin një kapërcim prapë, nuk ishin në gjendje. Edhe mendoj që kjo është rezultat i veprime politike në mes dy zgjedhjeve, se nuk mund të anashkalojmë atë 10 mujore. Ka qenë një veprim kryesor gjatë kësaj që e kemi diskutuar, që tu e kam thonë në vazhdimsi. Nuk mundet një parti politike, cila do qoftë ajo, e kësaj radhe është Lidhja Demokratike e Kosovës, mos me mojë qëndrim as me ato as me këto. Dhe pikërisht po jam shumë i drejt për drejt. Pra, që ta humbja çtyne 5 deputetëve, sepse mendoj që shpesh njerëzit mendoj duhet më thonë sy, pra sepse kritika konstruktive ju ndihmon reale, profesionale. Duke deklaruar që as me këta na e kemi diskutuar që to në RTK bashkem, bashkë me ty dhe me kolegë tuaj, edhe në studio tjera që
nuk çka shen votuesi thot një parti politike e cila nuk është shumë gjendje as me ata as me këta çka me votu s'del as militanti i lidhjes demokratike edhe lemon njerëzit e tjerë pra që kjo situatë ka pru mendoj kjo ka qenë ajo pika kryesore sipas mendimit tim publiku në tanësi i Kosovës duhet të kërkojë përgjegjësi nga këto 3 parti që përmenda më herët pasi që kryesisht ndoshta nga LDK pasi që ata ishin bllokuesi 2 anëve pasi që PDK ndoshta s'ka qenë asnjë opcion as për lëvizjen vendosi, mirë po ka qenë ai opcioni tjetër. Mirë po LDK në këtë rast dhe zoti Abdigjiku duhet t'ia sqarojë tërë opinionit kosovar se pse prit 10 muaj bllokadë dhe pse desh shkohet në zgjedhje prapë që ai të dështoj prapë. Do thotë nuk është përgjegjësi vetëm ndaj votuesve. I ka dhënë shpjegimet se pse nuk ka pranuar që të jetë pjesë e qeverisë, sepse ka thënë që e ka ofruar një opcion për një qeveri të gjërë për të ka përcyer disa prej momenteve dhe sfidave të rëndësishme. Parimisht e ka jap një qëndrim, ka thënë që ne do të qëndrojmë anash, nuk shkojmë as me njërën palë, as me palën tjetër, ta le të bëjnë çka dojnë. Do thotë ka hek dorë nga vota e qytetarit. Dhe këtu ka nis ai trickle down efekti. I thon tash atij ekipit tjetër, pse ti ke hub? Sepse ai tjetri ka qenë më i mirë. Ti tash po thu, sikur më dhon përgjegjësi, pse ju keni hub? Ata kanë qenë më të mirë, thjesht kena hub. Kur një ekip fiton bimshëm. Po ti analizon vetrinën. Edhe pala tjetër ka analizon pse humbi thellë, pse radhë kjo ishte humbi e thellë. Se Meti po thot 5 deputet, po kur thu 5 deputet nuk është pasion, kanë humb 50 deri në 60.000 vota. Prej 180.000 votave, kanë humb 50 deri në 60.000, është gati 30%. Edhe, shtrohet pyetja, për LDK në shtrohet kjo pyetje, çka ka ndodhur ndërmjet 9 shkurtit dhe 28 dhjetorit? Unë mendoj që ata kanë humbur atë votë për shkak të faktit që elektorati i LDK-s është i afërt me vetëvendosjen dhe si duket kanë prit koalicion me vetëvendosjen. Jo vetëm atë, unë mendoj që këta janë besoj që ajo 60 ato 50 deri në 60.000 vota janë gjysma mund të kenë shku, nuk e di tani, vetëm po supozoj, po spekuloj se nuk kam. Një pjesë ka shku te vetëvendosja, një pjesë ka abstenu. Do të thotë një problem ka ndodhur ndërmjet 9 shkurtit dhe 28 dhjetor. Nuk ka qenë vetëm loja shumë e mirë e ekipit tjetër në këtë rast vetëvendosjes, por ka qenë edhe loja dopt e lidhjes demokratike e cila ka humb, ata kanë humb vota, kanë humb shumë afër 30% të elektoratit. Si ka besu elektorati, se që ati një LDK që thu jam e djathtë, edhe jam antare e grupit të partive djathta, dhe ti e sheh që do më thonë në fushat, nëse vetëvendosja thot kom e rrit pagën, mesatare ose minimale, edhe LDK thot unë e kom e rrit që ka që edhe ma shumë. Nëse për shembull vetëvendosja thot unë kam e ndihmu këto shtresa, qonë edhe këto parti tjera që djathta, edhe na kena me rrit. Edhe atëre votuesi i thot ish i kqyr, thot kush më jep mu ma shumë bindje që kam e rrit, sepse është ma afër me fitu, edhe normalisht që e fiton ato që e voton që është ma afër. Gjithsesi që shndron, mendoj që ka qenë edhe një faktor nëse më lejohet. Po, se nuk kanë paraqit një alternativë tjetër. Mendoj që ka qenë edhe një faktor. LDK janë këtë periudhë, 9 shkurt, 28 dhjetor, kam përshtypjen, kjo është përshtypja ime, ka qenë me dur të lidhura. Pse me dur të lidhura? Një pjesë, supozoj që një pjesë e udhëheqjes së LDK-s kanë qenë për koalicion me vetëvendosjen, por kanë pas rezistencë nga një pjesë tjetër. Ne e dim do të thotë. Dhe rreziku i përçarjes së tyre ka qenë real, nuk është i trillumër. Rreziku i përçarjes së LDK-s në dysh ka qenë real dhe unë mendoj që ky ka qenë faktori, ky që nuk u ka leju të hyjë në koalicion me vetëvendosjen. Nëse shpjegon këta Lumiri, nëse shpjegon Lumiri, këto mund ta thotë që ky ka qenë një vendim që unë kom menduar që i bën mirë partisë. Prandaj ata duhet me analizu dhe me vlerësu. Pjesa e parë me vazhdu, se mendoj që për shkak të analizës të aspektit profesional që duhet me potencu, pra ne po miremi shumë me LDK-n, historikisht lidhja demokratike e Kosovës është njëna prej subjekteve politike që dorën zamër, prej që e di që e kom përcjell partit politike, kanë ndru kryetarët
jashtëzakonisht shumë që gjatë që se kanë bërë partit e tjera, e para. E dyta, është njëna pi partive që edhe kësaj rrode po shihet që po është në tehën e sulmeve kështu më të mëdha edhe diskutimeve. Edhe po anashkaluan edhe ato parti tjera që i përmendin. Se ta përfundoj. Po mirë, domethënë na po flasim për nuk e diun kur i vjen rrova, na po flasim për sot, na po flasim që 2 javë ditë tema kryesore s'është çush ka menduar qeverisja ardhshme, as kush ka me kon ministrat, po çka po bëhet me LDK. Pro thuti që LDK-ja është me bëj qeverinë. Po për shkak që historikisht jemi marrë shumë me LDK-n, kjo po tregon që LDK-ja është parti politike me rëndësi në Kosovë. Por e njëjta vlen edhe për parti tjera, pra. Sepse analiza e situatës në të cilën jemi... Ta konsimojmë si këtë LDK, sepse është edhe reagimi e përmendën pak më herët i zotit Abdigjiku, kohë e gjatë në Facebook. Para shtëpisona antërsisë tonë me transparencë të plotë. Ishte një takim jo formal, konsultative në kryetarët e LDK-s, por me interesim të jashtëzakonshëm publik, për çka i falenderoj sinqerisht mediat e Kosovës. Siç kam deklaruar në konferencën për shtyp natën e zgjedhjeve, e kam për obligim moral, njerëzor dhe politik të ofroj dorëheqjen time antarësisë së LDK-s, përkatësisht kuvendit tonë. Nuk e bëj këtë për të ikur nga përgjegjësia, por për të përballur me të, sepse përgjegjësia nuk bartet me justifikime, por me guxim për të vënë përpara gjykimit të njerëzve të tu. Kuvendi si organi më lart i partisë le të vendosë me dinjitet demokratik, jo vetëm për fatin e kryetarit të timi personal, por edhe për rrugtimin e ardhshëm të LDK-s. Mes tjerash, kjo është... Po dhe kalon të kuvendi. Pra unë prandaj thash është vullnet. Ky ka shpreh vullnet me dhënë dorëheqje, po thot vendos kuvendi. Tash, nëse na nuk kemi kandidat rrugës, që potencialisht është përmend 2-3 në të kaluarën, edhe zoti Abdullah Hoti, edhe dikush tjetër në të kaluarën, nëse s'ka gjatë kësaj periudhe ankesa më të mëdha zyrtare publike, atëherë që i bie që kuvendi nuk do t'ja pranoj dorëheqjen, do të thonë që kemi nevojë për unifikim, dhe zoti Lumir Abdigjiku duhet të qëndrojë. Edhe një diçka tjetër. Në këtë proces nuk jam i pagabueshëm, masi përsosur. Kam bërë gjithçka që kam ditur, kam mundur gjithçka që kam ditur dhe kam mundur për LDK-n. Disa betejë e fituam, disa i humbëm, por asnjëherë nuk kam punuar për veten time më shumë se sa për këtë parti. Në këtë kohë secili që ka ambicie, vullnet dhe aftësi, le të konkurroj hapur mbështetjen, le të kërkoj hap mbështetjen e antarësisë sonë. Demokracia nuk është rahati, është guxim për të hyrë në garë edhe kur është vështirë. Shqyqani, edhe kur e ka marrë Lumiri, ka marrë partinë në një situatë goxhat vështirë. Nuk ka qenë edhe lehtë për të me lënë anën profesionale, ku ka tregu ekspertizë edhe gjithçka, me e pranu një besim ose një përgjësi qashtë të madhe. Besa që të më falë, po për që ata po him parti, po për që ata për merë besimin, për që ata për merë guximin, atëre rren profesor, rren në organizacija qeveritare, në regullin e na. Po ideja është që kur hynë në politik nuk është që e lënë profesor Losëm. E ka provu, edhe aj po thotë shumë mirë që unë e tash e ofroj, nuk jam as i pagabushëm, ka mendu, për shembull, që po vepron mirë, që mos me e leju partin me unda, ose nëse ka qenë analiza që me bu me pranu bashkëqeverisjen me LVV që do ta ketë fatin sikur atëherë kur do më thonë po faktorët edhe tjerë do të më marrë parasysh. Ajo për shembull mu që kam bën përshtypje një mënyre kur e ke një lojtar po themi kaq të fortë si vetvendosja në kuptimin që ka dominu narrativen, që ka arrit me i bind njerëzit edhe që nuk është lënë hapësira as mu me i përballë me gabime eventuale, do më thonë, në qeverisje, krejt opozita një mënyre ka dështu me gjetë hapësiren edhe temat ku ka mujt me dhonë alternativën e vetë. Dhe njerëzit thjesht duhet me po, për çka qëndron një LDK e sotme. Një LDK e sotme, okej, vlerat që i ka pas, do më thonë, trashëgimin e Rrugovës, ajo është një farloj thesari, por sot nuk e kemi kontekstin që a jemi për paqe, a jemi për luftë. I përmendi Artani pak sot duhet me fol tamam për politika. Disa standardet e vendosura në politikë në lidhjen demokratike të Kosovës Spaku aty ka demokraci, ka mendimet kundërta, ka debat. Ka dhënë zë, zoti Abdigjiku shpeshherë, mbaj mend në një intervistë, kishte thënë, po e parafrazoj sepse nuk besoj që mund ta citoj saktë. Është vendosur një standard në LDK që kur ka humbje të rënda, ka dorëheqje, nuk mund të jetë ndryshe. Ju kishte referuar kohës kur kishte ndodhur me zotin Isa Mustafa. Ishte deklaratë që kishte dhënë për Blendi Fevziun. Tash më kujtohet saktë. Po sa ka qenë humbja atëherë? Dhe pjek për të referohem me thonë, do thotë ne spaku unë nuk jam këtu as për ta mbrojtur dikën, as për ta sulmuar dikën. Do thotë çka bën një parti ose çka bën një kryetar i partisë tek e fundit mbetet e tyre.
unë jap një mendim profesional në kuptimin e procesit. Ta shtehu në LDK nuk është, ndoshta pse për LDK gjithmonë debatohet. Mirë, por LDK ka humbjen më të madhe këtë herë. Do thotë humbja BDK-s ka qenë më e vogël. AK ka performuar aty si çdo herë. Do thotë nuk ka ndonjë ngritje. Nuk ka ndonjë ngritje. Do thotë ndoshta edhe në këtë rast do thotë debati ndoshta fokusohet më shumë në LDK për këtë arsye. Mirë, po thash qysh në fillim, kjo është humbje tërë opozitës. Problemi më i madh gjatë 10 mujori të bllokadës është që kemi pas 3 parti opozitare, që të trija kanë qenë kundër lëvizjes vendosje, mirë po në anën tjetër LDK ka qenë edhe kundër 2 partive opozitare. Këta kanë qenë në gjendje që qysh në prill të formojnë qeverinë. Kanë mund të largojnë nga loja shumë lehtë zotin Kurti. Ka refuzu zoti Abdixhiku dhe LDK-ja. Nëse nuk gabohem, kështu ka qenë. Është tentu disa herë që ndoshta prap edhe ta ketë mundësinë të hyjë në koalicion me lëvizjen vendosje, prap është refuzu. Ka pas mundësinë në nëntor të votoj zotin Konjufca dhe të shty zgjedhjet mos të mbahen me 28 dhjetor, të anashkaloj diasporën. Mirë, por në atë rast do të vite zonja Osmani pastaj në lojë. Do thotë ka pas tu shumë vendime strategjike që ndoshta në një moment caktuar qoftë zotit Abdixhiku, qoftë kryesisë si tansi, qoftë edhe partive tjera opozitare, që kanë bërë kalkulime tilla ku aty ju ka duk më pak e dëmshme votimi i diasporës, se sa ndoshta rreziku që pas zgjedhjeve të prillit të kemi zonjën Osmani aktive në politikë dhe të jetë pjesëmarrje në zgjedhje, ndoshta humbjet do të ishte edhe më madhe. Dhe mendoj që këtu tash është loja prap në këtë proces. Do dalim tash te zonja Osmani pas pak, sepse janë gjëra që lidhen, po vetëm ta përfundoj. Nuk spakon, e di që shumë njerëz e kanë sulmu LDK-n këto ditë dhe zotin Abdixhiku, ndoshta edhe personalisht. Si që quan ai edhe mercenarë, dhe mercenarët e tij u kanë kthy kundër. Do thotë edhe ai ka mercenarë, sikur gjitha partitë tjera, në gjitha studiet. Vetëm pse? Çka ka ndodhur? Në gjitha studiet tjera, ndash mbase është habit që ndoshta bashkë mercenarët e tij kanë qenë ata që u kanë kthy automatikisht kundër. Mirë, po kjo është funksioni mercenarëve, derisa paguhen, ndoshta ata funksionojnë, kur s'paguhen më. Një diskurs as pak i lezetshëm. Jo, absolutisht po, është gjuhë që nuk është gjuhë e mirë. Është gjuhë që është sulmu zoti Kurti me vite tara, pikërisht nga LDK dhe parti tjera. Dhe tash me fjalor identik që ka përdorur kur zoti Kurti. Por atë është emocionale, shumë. E jo racionale. Pikërisht emocionale, normal. Do thotë po folim vetëm për ditë. Apo nuk është kjo gjuhë që na nuk keni çdo ditë në domethënë në diskurs publik. Pra gjuha e tillë ofenduese për grupe të ndryshme të interesit, për planifikime, për kutadione. Pra, secili kur është në momente në situata të krizës, e sulmon tjetër. Edhe kemi pa në vazhdimsi. Zoti Abdixhiku deri më tani ka dënuar një oratori të tillë. Nuk e kisha prit nga zoti Abdixhiku si dikush si liderit të ardhmës, si dikush me vizion që po vjen me përdor një gjuhë që dikush një oponent tjetër politik. Që një oponent dikush tjetër e ka një gjuhë që tash u ka në publik, pse më orë me një gjuhë tillë. LDK-s do thotë shpresa ime ka qenë që do të shohim ndoshta një model 3 të udhëheqjes së partisë, një model 3 të politikë bërjes, dhe për fat të keq nuk e pam. Dhe ky është ndoshta problemi më i madh që unë e shoh, është që njerëz të ri që po hynë në politik nuk po arrin të bëjnë ndryshimin. Edhe unë e di që shumë njerëz që kanë hyrë edhe në LDK pas zotit Abdixhiku, ndoshta as nuk kanë pas fare hapësinë as që të dëgjojnë brenda strukturave partisë. Okej. Janë disa çështje që lidhen me këtë çfarë u paralajmërua sot nga zoti Abdixhiku, që kuvend do ta ofroj dorëheqjen, sepse e tha që do të vendosin edhe se si do të veprojnë në kuvend, sepse çështja e presidentes është afër, deri me 5 mars është afati i fundit. Dhe po e shtojmë këtë zoti Kuci, sepse kemi diskutuar shumë kohë bashkë. Brenda 14 ditësh pritet të përfundoj ky procesi i rinumërimit. Sot jemi me datën 13 që i bie deri në fund të muajit. Konstituimi i kuvendit, ndonjë ankesë, ndonjë diçka, a rrezikojmë të hyjmë në një situatë offside, po themi kështu, me që po flasim me terma sportiv dhe futbolli, ku duhet veprohet me një urgjencë jashtëzakonshme, qoftë për buxhetin, qoftë për të përgatitur për zgjedhjen e presidentit, edhe mundësia që është edhe nga vetë zoti Kurti që shkojmë pranë zgjedhjes. Tani, këto ditë ka shumë spekulime, konspiracione, por unë mendoj që duhet lexu ashtu siç janë prezantuar qëndrimet e aktorëve kryesor politik, të zotit Kurti, tash kemi qëndrimin edhe zotit Abdixhiku. Zoti Abdixhiku mbrëm ishte shumë transparent.
e tha shumë qartë, pa kur fare ekuivoki, që kërkojnë një marrëveshje për një kandidat konsensual. Nuk ka aty që ka interpretohet tani. Është thjesht mesazh që po, jemi të gatshëm për bisedime për gjetur një kandidat konsensual, po jo do të thotë me automatizëm. Ai kandidat nuk ekziston momentarisht. Vjosa Osmani, zonja presidente aktuale, për ta nuk është konsensual. Unë mendoj që zoti Abdigjiku ju drejtu zonjës Osmani. Duhet të jemi të qartë, sinqert. Ai ju drejtu asaj që nuk E tha edhe sonte kur u pyet mënyrë direkte, nëse do ta aftoni zonjën Osmani. Nuk është e predisponuar që a priori zonja Osmani të jetë të mbështetet. Mendoj që ishte shumë i qartë. Ama as nuk e tha kundër. Nuk tha as po as jo. Mund të jetë ndoshta edhe objektet marrëveshjes edhe emri i saj. Nuk përjashtohet askush. Normalisht që nuk përjashtohet askush, por për faktin që ai thotë duhet kandidat. Nuk bën sens për mua të thotë jo partijak për një pozitë politike. Nëse ai thotë duhet kandidat konsensual, ne e dim qëndrimin e pozitës në raport me zonjën Osmani. Kanë kritika ndaj saj, e konsiderojnë të anshme në 6 muajt e fundit. Edhe ata e kanë thënë këte. Unë nuk po e them. Perceptimi i tyre është që zonja Osmani ka qenë një anshme, nuk ka qenë e pa anshme, prandaj ai deklarimi i zotit Abdigjiku në këtë dritë e përjashton zonjën Osmani. E dyta, edhe deklarimi i zotit Kurti në 2 intervistat e fundit ka qenë shumë i qartë. Është spekulu rreth aty në intervista, po mendoj që ka qenë shumë i qartë. Ai ka vetë nuk ishte shantazh ndaj opozitës. Më thuaj që po shantazhon opozitën me zgjedhje, unë nuk mendoj ashtu. Unë mendoj që ka dërguar mesazhin që edhe ai dëshiron një kandidat konsensual, do të përbashkët, i cili do të ishte i pranueshëm edhe për opozitën, sepse është i ndërgjetshëm që mund të shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme. Edhe PDK, zoti Bernard Nigaj, që është zyrtari i lartë, ka thënë që PDK nuk voton as ka pa marrëveshje. Unë mendoj që pas deklarimit të mbrëmshëm të zotit Abdigjiku, kemi kristalizim të qëndrimeve dhe afrim të qëndrimeve, do të në kuptimin që duhet gjetur një kandidat konsensual, jo në kuptimin që vetëvendosja ta propozojë një dhe opozita. Ideja e pyetjes time është si do të mund të gjej një zgjidhje LDK-ja me gjithë këto ngarkesa që i ka edhe për çështjen e presidentit. Sepse ka të lashe të brendshme. I ka 15 deputet, bashkim që ata duhet me bë, kryesia me mendim edhe në rregull është, edhe i bën reformat e veta. Por mendoj se është qendrim parimor. Unë mendoj se ishte qendrim parimor brenda i zotit Abdigjiku, do të thotë sepse u spekulu shumë që mund të mbështesin zonjën Osmani, unë mendoj që ai e bëri të qartë që ata kërkojnë i bashkohen atyre që janë në kërkim të një kandidati konsensual, një individi, një personaliteti që unifikon skenën politike të Kosovës. Dhe në këtë moment, unë mendoj që kjo është më rëndësishmja. Pra, të gjendet një personalitet që sadopak mund ta unifikojë skenën politike. Pyetja pastaj është vetëm kush është ai konsensuali me këto parti politike që kur nuk bien dakord për. Po dhe pikërisht. Asnjëherë s'kan dakord. Edhe jemi vonë për çato neve na duhet na su numërojmë vesh për do zgjedhje me soj me shka për shumë për në president jemi shumë vonë nesër sepse formimi i qeverisë dhe konstituimi i parlamentit është absolutisht për atë thash që reforma për shkak që i duhet LDK-s është e gjatë, edhe është e thellë, edhe kërkon shumë kohë. Në aspektin problemet e brendshme që i kanë, ka shumë. Prej strukturave, prej mënyrës organizimit, prej kauzës, programit, çështjeve identitetit, se do me thonë, krejt këto kanë mungu në këtë garë. Dhe kjo kohë që i duhet LDK-s, do me thonë, për reformë thellë, nuk ekziston në këtë urgjencë që është për me u marrë vesh për këto. Kështu që ata duhet me gjetë një farë lloj force që në një anë me e leju kohën e duhur për reformat që duhen, kryesia, kuvendi, strukturat, gjitha që i kanë ato, në një anë tjetër, qoftë zoti Abdigjiku, qoftë dikush që caktohet si një farë mënyre përfaqësuesi i LDK-s për këto marrëveshje, me e transmetu qëndrimin e LDK-s. Dhe nëse nuk dojnë prapë me pas probleme, duhet të sende mu trajtu me urgjencë tash, sa janë ende organet udhëheqëse një farë mënyre në funksion. Këtë çështje do ta zgjidh një trojezë që kësaj radhe i takon, për shkak që presidenca nuk mund ta ketë këtë rol, pra i takon lëvizjes vendosë dhe kryetarit të saj, zotit Albin Kurti, i cili duhet të thret
liderët e partive politike në një takim dhe t'i jep propozimet e tij për 2-3 propozime, nëse është zonja Vjosa Osmani, ose dikush tjetër, njëjtë opozita mund të ketë, opozita ose partit politike opozitare mund të unifikohen drejt një kandidature të re të cilën e propozojnë dhe e dërgojnë në tavolinën ulse. Mirë po, çfarë jam të pa këto ditë, edhe mendoj që është gabim të thuhet që ashtu që duhet ndoshta edhe zgjedhje me shku, sepse veç mos me vop. Çka ndodh këto? Njerëzit janë të harruar. Çfarë është Meti? Mirë, veç pak tash bashkem. Nuk po thomun që s'është e mundshme. Unë veç po shpjegoj aspektin profesional që soi çka jam të e thonë. Pra, nëse shkojmë në zgjedhje për çështjen e presidentit, çka po ndodh me ata që kanë dashur me hjek zoti Kurtin edhe lëvizjen me vendosin nga pushteti? Zoti Kurti zgjidhet kryeministër dhe mbet kryeministër në detyrë, derisa ti kemi zgjedhjet e reja. President i Kosovës në detyrë mbetet zyrtarja e lëvizjes dhe vendosje Albulena Haxhiu ose Glau Konjufca, dhe çka fitun opozita edhe një vjet e mbajtën në pushtet lëvizjen dhe vendosje, edhe njerëzit në krye të 3 institucioneve që sot janë mbesin të lëvizjes dhe vendosje. Pra, apo kupton logjikë, çfarë logjike ka? Kjo s'ka fare logjik. Prandaj këta duhet me unifiku të gjithë së bashku me zgjedh një president i cili e zgjidh problemin. Ja thëna në të problemin. E jo më shku në zgjedhje. Ata duhet me pranu përfundimisht, domethënë që në këtë garë kanë humb. Duhet më bo gati për garat të tjera zgjedhore ku me program të mirë, me strategji ma të mira, me unifikim, po themi opozitor, e mundin. Tash, duhet me hek qasjen blokuse. Të gjithë, ama edhe lëvizja vetë vendosje, po. Unë besoj që lëvizja vetë vendosje veç e dha, veç ta përfundoj Artan. Duhet me hek këtë qasjen blokuse edhe me shku me një sinceritet, me të vërtet në marrëveshje dhe me propozu, me gjetë, jo si me thonë me propozu, diçka çka s'është e mundshme. Shumë idealiste është besa kjo. Po do zgjidhje. Përbes jo idealiste, unë ndoshta jam racionale në mendim dhe mendoj që nëse gjithë njerëzit kishin vepruar kështu. Idealiste si ide. Ajo për ta qasja tjetër, është kjo që e përmendi. Vetëm po rikthejmë na kemi për obligim që mi me thonë. Opcione. Vetëm po rikthejmë kujtesë. Del me një zgjidhje. Për kontekst të jap fjalën Artanit. Po, për kontekst, vetëm që sa të jap fjalën Artanit. Vetëm ju rikujtoj që kur është zgjedhë zonja Atifete Jajaga, presidenti i Republikës, si ka qenë situata dhe a ka pas konsenzus aju, Artan? Po se kemi tash. Mendoj që atëherë ka qenë kontekst këtë tjetër dhe nuk ka qenë asnjë zonja Atifete Jajaga nuk ka qenë rezultati një debati partijak, ka qenë një kandidaturë e ardhur dhe e pranuar me roselere. Mendoj që ajo që kemi pa mbrëm nga zoti Adigjiku është spaku një avancim në pozitën e LDK-s. Këtë herë spaku po thënë që jemi të gatshëm të bisedojmë. Derisa deri dje thonin që s'dojmë bisedojmë me askën. Nuk derisa thonin shkoni ju atje bëni çka doni, zgjidhni problemin në institucionin, ne do të rrim, tash spaku nuk po e thënë atë. Nuk po e thojnë të njëjtin qëndrim që është për mua është një avancim. Ajo që vlen po ashtu është që për zgjedhjen e presidentit nuk nevojitet vota as e PDK-s, as LDK-s, as AK-s. Ta kemi të qartë. Do thotë nevojitet vetëm prezenca e tyre në sallë. Edhe e dim që kemi disa vendime të gjykatës kushtetuese në vitet kaluar që obligon qëndrimin në sallë. Do thotë zotit Kurti dhe zonjës Osmani nuk i duhet fare vota e tyre. Problemi është se s'po marrin penalitete për mos qëndrim. I duhet, po tash penalitete, jo, morën penalitete që rezultatin e zgjedhjeve. Problemi është a do ta ushtrojnë funksionin e tyre kushtetues këta deputet apo jo. Nëse nuk e realizojnë atë, do të thotë pastaj mbase ka mundësi të shkohet zgjedhje prapë. E ka përmendur dhe zoti Kurti vetë. Dhe nëse shkohet prapë zgjedhje, pastaj kush do ta paguajë çmimin? Kosova po e paguan që më shumë gati një vit tash. Mirë po, problemi tjetër është tash ky lajmi i sotëm, edhe mendoj që ndoshta nga ky rinumërimi i votave do të shojmë probleme edhe më të mëdha në disa parti, ndoshta në LDK më së shumti. Mos të harrojmë që edhe në zgjedhjet e shkurtit ka pas shumë. Këtu bëhet fjalë tash po them kushtimisht për luftën e brenda llojit. Po pikërisht, lufta brenda llojit është më problematike, ndoshta ka qenë edhe në shkurt, mbase ka qenë edhe tash, po shihet mbas të auditimit të parë që është bërë, që do thotë ka bazë të madhe të rinumërohen gjithë ato vendvotime. Ja kemi pa që shoqëria civile po kërkon të rinumërim plotësisht.
Edhe kjo po merr kohë shumë, do thotë proceset po shtyhen. Unë kam tërheq vërejtjen për këtë gjë qysh në nëntor, tetor të vitit kaluar që ne rrezikojmë që mos të krijohet Qeveria. kuvendi në kohë që të zgjidhet qeveria dhe çështja e buxhetit, po të shkohet menjëherë me presidentin. Edhe si peshon ka mundësi që të shkohet deri në atë pikë ku agjenda ose pika e parë në agjendën e kuvendit do të jetë zgjedhja e presidentit, jo qeverisë, jo buxheti. Dhe kjo është problematika më e madhe, unë mendoj. Të gjithë kemi pritur që gjatë kësaj jave do të certifikohen zgjedhjet dhe do të formohet menjëherë do të formohet kuvendi, do të formohet qeveria, pastaj do të ketë kohë të diskutohet buxheti, do të vijë koha presidentes, mirë po jo, nuk për mua ishte edhe gjithashtu befasi. Në limitet e afateve tash edhe kur kryet kjo në rinomrim, njerëz kanë ende hapësinë për tu ankuar. Po pse befasimi ti? Nuk përputhen numri i votave në kuti me rezultatin e befasi se është diçka që po ripërsëritet. Nuk po flas në aspektin që duhet KQZ-ja me kry punën e vet, edhe mos me pas asnjë mëdyshje në procesin integritetin e zgjedhjeve. Aty s'ka diskutim. Ajo është punë e KQZ dhe organeve. Të gjithë ata që kanë bërë keqpërdorime janë ata që duhet mishtim borg. Edhe me që i kanë dënu pak, saksesht e i kumë përcjellë të raste. Pra, me dyshe duhet mu largu deri në momentin në fundin. Po ajo çka është shqetësuese, për shkak që ne kemi thonë që shkurti duhet me gjetë Kosovën me qeveri të re. Në rrethonat ekzistuese, muaji i shkurt deri në fund, sipas numërimit ose rinumërimit të votave dhe nuk i dihet sa do të hapin kuti tjera, po e shtym procesin. Po përfundoj, ne analizën fund janarit përfundoj. Po dhe unë po them, pastaj mund të hapën tjera, mund të ankohesh në PZAP, janë afatet kohore, pastaj gjykata supreme. Dhe çfarë i bën kjo? Kjo i bën që shtymje. Nëse do të rinumërohen gjitha, atëherë do të jetë shumë problem me kohë. Po pikërisht, po që to po e them, pra tash u hap kutia e Pandorës, u hap, nuk ne thamë që këtë javë në bazë të rezultateve, në bazë të informatave, ne e pritëm që kjo javë të jetë finalizuese. Kjo javë i bën që sa finalizuese. Tash unë po dal te aspekti politik. Te aspekti politik na jemi në të temave të mëdha. Pra, buxheti, presidentja janë dy temat kryesore. Mos flas për marrëveshjet ndërkombëtare të cilat ambasadorët po bëjnë thirrje çdo ditë si tema kryesore. Tash na jemi të hi në një hapësinë ku nuk i dihet pastaj zgjidhja në fund. Dhe nëse çto afate kohore shkon koha, kjo pi bjen që shkon koha edhe për çështjen e presidentit. Edhe na po hi me një moment jashtëzakonisht të keq. Ideja është se kuvendi nuk mund të propozoj president pa votuar qeveria, sepse puna e parë e kuvendit është ajo është mas pari duhet mos jetë kryetari i kuvendit. Zgjedhet presidenti i vendit deri me 5 mars automatikisht ka zgjedhje. Po, e kuptoj këtë pjesë. Sepse aty pak ka pa qartësi, 60 ditë është ajo periudha, po kur përfundan. Kush? 60 kush? Aty në kushtetu, dhe më thonë është një farë. Afati fundit për presidenteri është 5 mars. Dhe më thonë qaj është nështë ta përfundimi 60 ditë. Po, 4 prill. Po him në një rreth ku... Po him në një rreth edhe... Dalja është e vështirë. Artani e përmendi një çështje shumë me fillon procedura asgjë. Që tregon që sistemi ynë, që kushtetuta ynë, ka shumë labirinthe cilat kërkojnë të riformulohen. Ta zemë sa, që kemë vendim gjykatës kushtetuese që deputetët duhet të qëndrojnë në salë. Por shtrot pyetja jo kundërthënëse, është shumë kundërthënëse. Është kundërthënëse sepse atëre shtrot pyetja pse është e normuar që duhen 80 veta, atëherë nuk do të duhet të përmendej fare çështja e 80 deputetëve të pranishëm. Por të thuhet që presidenti zgjidhet me 61 vota. Ne nuk e kemi këtë mekanizëm dhe sot tu kërkosh, mendoj që tu kërkosh deputetëve që të thirrësh në atë vendim të gjykatës kushtetuese dhe të thuash se jeni të obliguar të rrini në jo të obliguar me najtë, me shku me votu bre dhe kondër është vot, kaç është vot. Jo, si e kam ideja është prezenca bën korumin, edhe vota kondër është vot. Prezenca në rastin e zgjedhjes së presidentit është vot. Po fiks. Vot, hiç më pak. Prezenca është vot me. E qartë. Herën e parë duhet me 80. Edhe dytën. Por po them, Artani hapi një çështje, kjo është dilema që do të paraqitet.
A do t'jenë të obliguar që ndrojnë apo jo? Unë e këmë thonë, ajo është vendim politik pasaj të cilin partia politike e merë, sepse na kemi po këtës gjatë këtyre kësoj kohë, ko nuk jenë respektu edhe gjatë këtyre tentativave që ishte për zhjilën e kretorë. Ai vendimi i gjykatës kushtetuese nuk është i qëndruar. Sepse nuk mund ta detyrosh deputetin as në vendimi i gjykatës kushtetuese, nuk mund ta detyron deputetin as të qëndrojë në sallë, as të kjo çështje do të hapet tani. Do të hapet do të. Dhe mendoj që ka konfuzion, ka shumë. Po ne kemi diskutuar çto shumë edhe gjatë kohës kur kishte tentativa në kuvendin e Kosovës kur kishte bllokuar. Ai nuk do të respektohet. Ai nuk do të respektohet. Përndryshe, nëse do të respektohet ai vendim, këto deklarime të zotit Kurtit, zotit Abdigjiku që duhet një kandidat konsenzual nuk qëndrojnë. Ideja kjo, sepse këtu lind një pyetje tjetër, Meti dhe Besa. A është me të vërtet nga ato që kemi pa deri sot zoti Kurti dhe vetëvendosja e interesuar që ta propozoj zonin Osmani për presidente, sepse me gjaz duket që ajo është antagonistja kryesore e zotit Kurti. Veç, po du me përmend një detaj që ka ndodhë kohë më parë kur zonja Vjosa Osmani kishte takuar përfaqësues partitë politike për me zgjidh ngërçen që ishte bllokuar Kosova. Edhe më kujtohet që takimi zonjës Osmani dhe zotit Kurti në atë kohë zgjati mbi 2 orë, që ishte për të habitur për faktin që shumica takimeve përfunduan nga 20-30 minuta. Dhe nga ai takim që zgjati shumë, pastaj e patëm në një marrëdhënie pak më stabile, sepse kohë më parë kishte fillu pak le të themi një përçarje edhe sulmet nga përfaqësuesit e listës guxon nga erdhi zonja Vjosa Osmani, kryesisht ministrja e jashtme në detyrë zonja Donika Gorvolla, dhe pas atij takimi që unë e kam kuptuar, edhe nga rrethonat që unë pastaj më interesu me ditë çka ka sjell ai takim, kanë qenë aty në takim vetëm ata dy. Pra ata dy e dinë saktësisht çfarë lloj marrëveshje mund të kenë ndodhë në atë kohë për me artë kjo situatë. Pas atij takimi nuk u përmend më Bigjozi me faktorin ndërkombëtar. Jo rasisht i përmenda këto. Akuzat që erdhën pasaj nga njerëz të ndryshëm që Vjosa Osmani, presidentja, e caktoi në ditën e zgjedhjeve 28 duke favorizuar vetëvendosjen, nuk është e vërtetë, nuk qëndron. Pse nuk qëndron? E thanë shumë mirë, përmendi dikush. Po t'ishin këta të interesuar opozita me shty zgjedhjet më vonë, e votojshin Glauco Njufcën, kryetar kuvendi kur e propozoi, atë që ajo kandidat për kryeministër, edhe Kaleke 28. Pra, aty urxoi ka ajo tezë që ja ka nimu. Ajo është qetërsen që ata erdhën edhe votun, aty s'ka diskutim, por ajo ka mujtë si moment me u largu, me ik. Dhe për përfundoj të pjesa, pra, zonja Osmani në këtë situatë, sepse me njëherë, pasi që vetëvendosja doli fituse, dhe dolin ata thënë, kjo 2-3 ditë mas, edhe deklaratën. Pra, ishte një farë sinkronizimi. Janë edhe disa deklaratat të zonjës Osmani që do t'i flasim pas pak. Në raport me gjykatën kushtetuese. Do thotë ne na kujtohet deklarata e zonës Osmani në raport me gjykatën kushtetuese, detar unë nuk du ta ndërlidh. Cilin rast? Me zotin Llama. Nga opozita është konsideruar një anshme, do thotë. Është konsideruar jo vetëm për rastin Llaban, po edhe për në tërësi, do të thotë. Opozita do të thotë këtë rast me raportin e zotit Osmani me gjykatën kushtetuese e ka perceptuar si një anshmëri të zonës Osmani dhe e kanë shpreh, e kanë deklaruar do të thotë. Dhe nuk është fare rëndësishme ka qenë apo s'ka qenë një anshme. Opozita ashtu e percepton. E percepton, po, shiqo, tash e opozita duhet pak edhe me trajtu realitetin. Cilin realitet? Që të realitetin që përmendëm që mundet me u votu edhe hiq pa votat e tyre. Jo, prezenca është vot në këtë rast. Po mirë, ata për një lëshim të gjykatës kushtetuese, ndryshe nuk do të mund votohet presidenti pa qëndrimin në sallë. Po pa qëndrimin në sallë jo, po na e diskutuam martonin që me këtë këto që ka ndodhur. Kjo qasja që ka qenë bllokuese që është perceptu nga të tjerët që këta janë bllokues, që e nuk është hala, domethënë vonë, është shumë freskët kjo. Ai percepton prapë këta si bllokues, edhe ju kushton mandej. Zonja Lusha, apo e shihni ju që vetëvendosja ka vullnetin që zonin Osmani ta nominoj për presidente? Unë kur thash duhet me qenë shumë të sinqert në ato marrëveshje, duhet me i hap krejt letrat. Me thonë, për shembull, e kemi zonin Osmani, me krejt gabimet, me krejt gjanat që është.
hajde të shohim kandidatët e tjerë. A duhet me ndru vesh për shkak se opozita po konsideron që ka qenë e anshme? Sa duhen votat. Po, unë po thëmë që edhe me faktin që ti dush me nejt, me zbatu. Duhet votat e opozitës. Nuk është këtë çështje, apo perceptojnë kështu, apo ashtu në momentin... Apo mendon ti që me këtë situatë nuk kanë me hek dorë për i prezencës në sa? Unë mendoj që zonja Osmani nuk i ka votat e opozitës. Nuk i ka, por a kanë me dalë... Edhe zoti Kurti a kanë me dalë prej sallës? Deputet. A e bojnë, a e kanë atë guxim? A është kjo... Pse nuk e kanë atë guxim? Qka i kushton? Me shku me njerë zgjedhje? Po se kanë... Opozita nuk ka çfarë humbur, i ka humbur gjithë. Ama po, nuk është mote opozita që to... Po pse duhet me qenë opozit për shembull veç për hatër që po edhe nuk ka tek mu si opozit. Balancimit pushteteve besi, e thjeshtove shumë. Po për balancim, për atë po them do të qenë sinqert. Vendosja ka fitu drejtën që ta ketë qeverinë, mos ketë koalicion. Unë po llogaris edhe që lëvizja vetëvendosur ka qenë sinqert. Edhe ta ketë kryetarin e parlamentit. Por jo edhe votat mjaftueshme për ta zgjedhur vetë presidentin ose presidenten. Nuk ka vota. Apo pajtohemi që nëse janë prezent do ta zgjedh vetë. Si? Apo pajtohemi. Unë po shtojnë ndryshe çështjen nga ti. Shumë shkurt. Edhe shtatoni më gjatë. Vetëm një minutë. Shumë shkurt. Nga vetë vendosja momentalisht nga zoti Kurti o ka kërkuar të pamundura nga disa idhtar pjesa që janon për zonjën. Pse? Po në kohën kur ndajti... Nga zoti Kurti po kërkuat e pamundura në këtë kuptim. Por ndajti LDK-ja kanë qenë më të acaruar me vjusën. Ai nuk ka arritur 5 vota, 5 deputet të sigurojnë 9 muaj ditë për ta formuar qeverinë. Tani i kërkohet atij që të sigurojë 13 vota, por nuk mundet. Nuk i kërkohet në qendra me... Nuk është në vullnetin e tij. Nuk është në vullnetin e zotit Kurti. Ai nuk të zgjedhet presidenti ose presidenti. Se qenë ka ma lehtë siguron 14 vota. Ose 13 vota. Po, se zoti Rashi që është deputet. Sa? Këtë drejt. Shkurt para se me kalu të artoni. Prezenca është votë bes. Po se, veç një për balancim që e përmande. Ki të drejt që kjo çështje don kompromis, edhe në ditët tash të përfundojmë. Në ditët e ardhshme mendoj që edhe zoti Kurti, edhe zonja Osmani dhe kandidatët tjerë që mund të dalin gjatë ditëve të ardhshme do të fillojnë me u shpërfaq më shumë, me pas komunikime më shumë. Por kur po flet për balancimin e 3 pozitave kryesore, nëse nuk zgjidhet presidenti i ri i Kosovës, ose zonja Osmani, ose kush do tjetër, i bën që lëvizjave të vendosje KOC do t'i mbaj 3 pozitat kryesore edhe një 6 muaj një vjet. Në detyrë. Sepse ushtrues detyre i presidentit, ushtruesi detyrës së presidentit do të jetë përfaqësuesi i vetëvendosjes. Kryeministri në detyrë do të jetë Albin Kurti i vetëvendosjes dhe kryetari i kuvendit i vetëvendosjes. Pra s'ka balans. Pra prandaj unë po bëj thirrje. Unë tash po flas. Po them që edhe zonja Osmani po besoj prej asaj që ne e njohim, nëse e shen që Kosova si ka numrat, Kosova po shkon drejt një bllokade të re, po shkojnë drejt zgjedhjeve të reja. Por e ka thënë zonja Osmani, o 80 vota o me keni përballë në zgjedhje. Mirë. Artan? Po, mendoj që kjo ka qenë edhe arsyeja pse është shkuar zgjedhjen dhjetor e jo në prill pikërisht. Thashë dhe më herët ndoshta gjatë diskutimeve strategjike eventualisht që mund t'i kemë pasë partitë opozitare kanë bërë ndoshta si risk më të madh për marrjen e zonjës Osmani në zgjedhje se sa diasporën dhe pastaj kanë shkuar në zgjedhjen në 28 dhjetor, thotë ka qenë edhe zgjedhje e tyre. Tash presidentja kishte jep një sqarim mjaft kreativ kur është akuzu pse është caktuar data 28 dhjetor, edhe mendoj që ishte mjaft i drejtë. Ajo tha që është obligim i saj që të caktoj datën e zgjedhjeve në datën kur më shumë numri më i madh i kosovarëve mund të votojnë. Dhe ky ka qenë 28 dhjetori. Ka dhënë 3 interpretime për këtë çështje. Po, që ky ka qenë i fundit, edhe kur e kam dëgjuar këtë, mu ka duk i logjikshëm, edhe me vend, edhe kreativ. Tash e dim që vendimi është bërë me kërkesë televizive vendosje, e dim gjithë se e dim ku po jetojmë. Edhe publikisht është ne. Shumica partive kanë kërkuar
28. Që s'ka qenë e vërtet. Pastaj tha, pastaj, numër partish ka përmend. Mirë, po Pastaj tha që në fund e rregulloi. KÇZ-ja s'ka arritur, ti je gati për 28. Edhe në fund e rregulloi, që zëja demantoj. edhe në fund e rregulloi edhe deri në një përgjigje mendoj ka qenë me vend. Mirë, po ajo që duhet ta kemi parasysh është ku gjendet bota sot dhe ku gjendemi ne. A kemi ne luksin që të hymë në kësi hesape politike, a do të rinë sol, as do të rinë sol, a do të jetë një president konsensual që s'do kur s'mund të arrim deri në atë pikë. Pozita e presidentit është prap politike. Du ta dim që roli primar dhe më i madhi i presidentit është në politikën e jashtme. Dhe nëse shohim punën e zonjës Osmani në nivelin ndërkombëtar, mendoj që ka qenë shumë e mirë, jo e mirë, por shumë e mirë. Dhe nuk ka ndonjë arsye pse të zëvendësohet, nëse nisemi në atë aspekt. Në aspektin e rolit të saj për mbrojtje të kushtetues, e kam kritikuar edhe vetë disa herë, e përmend në zotit Llaban që ka qenë një sulm i papranueshëm nga secili, mirë po kryesisht nga ajo. Ndoshta edhe në të kaluarën ka pas edhe vendime tjera që janë duk subjektive, mirë po secili bën gabime. Ajo që kemi pas pakut gjatë kësaj vitit blokadës, mendoj që ajo ka qenë e vetmja që na ka majtë gjallë në aspektin e nivelin ndërkombëtar, duke mos humb këtu rëndësinë edhe të punës së saj edhe të mëhershme. E qartë. Dhe për këtë arsye unë mendoj që ndoshta do të ishte zgjedhja më e logjikshme. Jo detyrimisht. A ka vetëvendosja në analizën tuaj? Ky është një problem tjetër. Ky është një problem tjetër. Që ta rinominoj zonën. Në fillim zoti Kurti dukej që kishte atë vullnet, mirë, po ajo që kemi pa të ditë e fundit është që kemi një heshtje totale. Tash nuk e di ndoshta në përpavi ka diskutime dhe ka biseda. Mund tjetë që është vullnet, më falë, mund tjetë që është vullnet i zotit Kurti për të zgjedhur zonjën Osmani. Por nuk i ka numra. Unë thash pak më parë, zoti Kurti nuk ka arrit të formoj qeverinë për shkak të mungesës se 4-5 deputet. Apo tani i kërkohen 13-14. Pse qenë ka ma lehtë tani dhe nuk ka qenë e mundur të sigurohen 4 deputet 5 në 9 muajt e kaluar. Do thotë, prandaj thash është duke u kërkuar nga vetëvendosja e pamundura. Nuk mund, është thjesht mungesë e numrave, nuk i ka numrat. Këto prodhojnë edhe diçka tjetër, pastaj po do ta shtresi tezë, vetëm ta përfutoj Arkani. Nëse mund të vazhdoj, do thotë unë e shoh këtë problematik pak më të gjerë edhe në nivelin ndërkombëtar edhe për pritshmëri që i ka sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian ndaj Kosovës. E dim që mendzi po presin që të krijohet një qeveri e cila do t'i përmbush obligimet. Obligimet derivojnë në disa sfera. Dhe në shumë prej tyre nevojitet një prezencë e 2/3 në kuvend. Dhe për këtë arsye në qysh në natën e zgjedhjeve kam thënë që unë mendoj që do të ishte shumë e logjikshme sikur zoti Kurti t'i ofroj prap bashkëpunimin LDK-s, ta shtin në qeveri dhe të siguroj prezencë të 2/3 në çdo kohë që i nevojitet. Qoftë për zgjedhjen e presidentit, qoftë për miratimin ose aprovimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, qoftë për përmbushjen e obligimeve të cilat tashmë janë edhe ligj në Amerikë. Do thotë kemi një ligj i cili na garanton ne si shtet, mirë po në njëjtën kohë konteksti ka ndryshuar. Pikërisht, i cili në të njëjtën kohë kërkon që ne të përmbushim obligimet tona. Obligimet tona ne mund t'i përmbushim vetëm me një qeveri të 2/3, jo me një qeveri të shumicës thjeshtë. Unë ndoshta me u lidh me ata që ne nganjëherë veç kërkojmë ndryshim. Po nuk është e domosdoshme me ndryshu diçka veç për hir të ndryshimit. Duhet me ndryshu diçka nëse kemi diçka më të mirë me ofru. Tashti që po e zonë shkojnë mu marrë vesh, edhe dikush e rinominan zonën Vjosa, edhe dikush të tjetë për hatër që të nominimit, si them të drejtës për nominim, ose për nevojës për balans, përmendin emrat të tjerë që s'janë askund ofër po e zonë asaj që ka foli Artani. A du të ashtë na me sakrifiku vetëm për shkak të një balancet të tillë e me marrë dikën që duhet me mësu hapat prej asë në zyrën e presidentës. Ideja që politika nuk na ka dhënë shembull që veprohet ashtu. Po, Kosova që tash ka shumë përkërkohet ndonjëherë. Nëse mund të që kjo pjesë me vazhdu. Të që kjo pjesë po ta bëj një pyetje tjetër me ti. Çka ndodh në qoftë se vetëvendosje nuk e propozon zonjën Osmani për president? Potencialisht mund të kemi zgjedhje. Zonja Osmani ka shpall kandidaturën publikisht. Pra ajo ka thonë duhet mi propozu dikush. Ajo jo, mirë, ajo duhet me marrë përkrajen e. Po pra, një sekondë vetëm për mua. Çka nëse vetëvendosje, hipotezë, për shkak se nuk arrin të bëjë numrat, nuk e propozon, potencialisht shkojmë zgjedhje, zonja Osmani pastaj ka të treshtojë në këto zgjedhje.
Janë dy aspekte të kjo që shone e shoh. Pra, do të shihet gjatë ditëve të ardhshme lista guxo në Kuvendin e Kosovës i ka 6 deputet. Sot i ka 6 deputet dhe nuk dihet po e ka mundet me bë grup parlamentar. Pra, ti çfarë po do të thonë? Mundet me bë grup parlamentar. Varet, unë e kum po gjatë 2-3 ditëve të kaluara, një përkrahje nga deputetët e listës guxo ndaj zonjës Vjosa Osmani në sulmet që erdhën. Ishin tash së fundi zonja Albina Reshitaj, Donika Gërvalla, pra ka një farë Donika Gërballa nuk e pohoj që ajo do të jetë kandidati atyre për presidente. Jo, do më thonë, as nuk i patën ato sulmet që i kam pas në të kaluarën. Pra, varet se do të jetë edhe sjellja politike e listës guxo dhe deputetëve që janë të zgjedhur në Kuvendin e Kosovës kur ata të bëhen deputet zyrtarisht pas finalizimit të rezultateve. Kjo është e para. E dyta, tash po shkojmë për të kësaj pak në aspektin gjeopolitik. Unë nuk jam që Kosovës me ardhë kushdo president konsensual i cili s'na duhet sen si president. Bashkim, Kosova nuk e ka luksin me zgjedh president, le ta zgjedhin edhe Bedri Hamzën president. Edhe Lumir Abdigjiku. Nuk besoj që e propozojnë dikën që s'është kërkueshime. Ne veç ta përfundoj, pra të lutna, sepse ta shumë pyete, edhe po ta e përgjigjem. Pra, na nuk e kemi luksin, koc edhe të gjithë na, si shoqni, me keq të probleme gjeopolitike, kur na nesër mujmë u ballafaqu me Grenlandën, a kemi më rreshtu ka Amerika, a ka Bashkimi Evropian, edhe na vjen neve një president i cili duhet me shku edhe me i vet partitë politike çka me bë, çka me i thon. S'na duhet si presidenti. Kushdo që le të jetë president politik, Bedri Hamza, Vjosa Osmani, që ata që janë deputet zgjedhur që aty në Kuvendin e Kosovës, le ta zgjedhin, unë po them, na duhet një kompromis, na duhet një bashkëpunim i cili se çon vendin zgjedhje, i cili ka pjekuri politike, heqë 2 vjet jemi të fol për zgjedhje. Kompromisin e kupton gjithë me lshu peka. Pikërisht, edhe unë po them, po që to po them, s'do më thonë që sillet bota rreth zonjës Vjosa Osmani. Pra nëse s'është Vjosa Osmani dhe si ka numrat, le të bëhet Bedri Hamza, le të bëhet dikush tjetër, le të bëhet Glauko Njufca. Kushdo, janë emra që po përmendën. Unë po i diskutoj, po jo me thonë, hajde tash na zgjedhëm, vim na në situatën kur na vjen zarf, një president i cili nuk na duhet për me mujtë, sepse është politika jashtme, është komandante e ushtrisë së Kosovës. Çfarë lloj presidenti na ka? Që nuk kemi nevojë për matematika. Shumë çështjen e nuk është Kosova që varfër, po sta gjej 1, 2, 10, 20 kandidatë ose kandidate për president edhe t'jenë kompetent. T'jenë konsensual është pyetja. Konsensual. Ka pasur në koluare që është përmendur edhe një shqiptar amerikan. Haxhi Bayraktari, që po them, është përmend, Haxhi Bayraktari përmend. Hajri Bayraktari. Gati një rizëm politik të jo është përmend. Madje ka përkraje, kemi po ai përkrajin partitë. Unë është përmend. Ishte këtu në Kosovë një vizitë. Po e di, se pas na dëgjuar. Herë ka mbrojtur, por pozicionimi në këtë studio, dhe në studio tjerë. Por, veprimet e zonjës Osmani në 6 muajt e fundit i japin drejt opozitës të kenë atë rezervë që e kanë. Unë tani nuk du të hyj. Dhe e dyta, saj përket politikës jashtme, mendoj se ka qenë femra akilit të kësaj në këtë periudhë. Pikërisht politika jashtme ka qenë femra akilit, pika ma dop. E qeverisë. Pse? E qeverisë. Në këtë periudhë ka ndodhur masat, Bashkimit Evropian dhe ose sankcionet si do në raport me Kosovën. Në këtë periudhë ka ndodhur, është pezullu fillimi i dialogut strategjik. Po veç dialogu veç me Vjosa Osmanin ka vazhdu. Nuk ka vazhdu. Se jena të mojtë me një situatë. Le t'vjen opozita me një propozim koç. A ke po propozim nga opozita deri sot? Për president, a u laku ndonjë amon? Nuk është tezë. Pra nashta vjen nesër. Na nuk e dim. Pra mund të vjen, mund të vjen. Mënyrë shumë korrekte. Mund të vjen. Mënyrë korrekte e ka shtru edhe zoti Kurti dhe mendoj se qëndrimi i zotit Kurti dhe zotit Abdigjiku korespondojnë. Donë se duket që nuk janë korespondojnë, kërkojnë kandidat konsenzuar. Dhe tani të thuhet që Kosova nuk pas ka. Jo. Jashtë zonjës Osmani dhe kandidat kompetent. Tash kjo është generalizim, jo konsensual. Kosova ka shumë kandidat të tillë konsensual. Po neve po na duhet politik që kryjnë punë. Flasim për aftësi, po folim për aspektin e arritjes kompromisit mes partive që s'mund të arrit kur. Pas konsensus, nëse është një person që nuk është i zotë. Sinqerisht, besoni që mund partitë politike në Kosovë
Me gjetë një kompromis për një person. Unë kam dëshirë me na befasu partit politike. Për te dëshirës. Unë mendoj që kësaj radhe do ta gjejmë. Sepse kemi deklarimin zotit Kurti, që praktikisht ateja thot, në 2 intervista që i ka pas, mbrëm të zotit Abdi Gjiku, dhe besoj që këti qëndrimi do t'i bashkon edhe PDK-ja dhe AK-ja. Dhe unë mendoj që do të gjendet ai personalitet. Nëse do kështu atëherë do të kemi krizë fare. Nuk është Kosova aq e varfër që mos ta gjejmë një personalitet që do ta prezantojë mirë del në politikën e jashtme. Si president, ose president. Ka me qindra t'il, normal. Po, mjaft, po problemi është që ajo është post politik. Edhe asnjë parti nuk e gjen dikën që nuk është, si me thonë, Fatmir se Diu ka qenë post politik. brumit të Zoti vet. Hashim tha që ka qenë post politik. Vetëm zonja Jahjaga s'ka Pikërisht e qenë. përmendëm dhe bashkem, edhe s'po me mohoj Po, punën e që si zonjës të tjerë Atifete thjashtë Jahjaga s'ka. të mirë që e ka bu për Kosovën. Po ne po flasim për rrethonat ekzistuese të sotshme. Se nuk i fiton njëri kot. Ka qenë edhe zoti Thaçi president Republike. Edhe me Edhe zoti avon Thaçi ka dikut qenë tjetër. president Republike. Po e thashë përmenda. Post Zoti politik. Fatmir Sedio, para, domethënë ishte zoti Rugova e ndjer, pastaj zoti Fatmir Sedio, pastaj zoti Thaçi, pra ishin poste politike. Me gjithë respektin për zonin Atifete Jahjaga, për cilën kam vlerësim edhe sot, për punën që ka bërë dhe po vazhdon me bërë si ish presidente, po ne në rrethonat ekzistuese është situata e tillë, duhet kompromis për facim politik. Unë maj me një diçka, siç besoj mani me gjithë ju, se edhe gjatë vitit kaluar berës kur kemi diskutuar për këtë çështje kemi thënë nëse kemi luksin më shkojmë zgjedhje. S'bën nuk shkojmë zgjedhje kur çysh. Jemi në atë pikë dhe po se kemi pas. Jo, ne se kemi pas, po partitë duhet të Se kemi pas, ne i kemi lut, mos shkoni Edhe zgjedhje. unë nuk do ta vitesh sikur ta kenë. Po flas për diskursin, po flas për atë. Ai Nuk kemi ka dhënë të vitën vrejtë. edhe sikur ta kenë prap luksin të shkojnë në zgjedhje. Unë kam vetëm një problem, ajo është që ne shumë shpejt mund të vijmë në një blokadë totale institucionale për shkak të mungesës së buxhetit. Edhe këto vonesa tash në certifikim të rezultatet të zgjedhjeve do të jenë problematike në kuptimin e asaj që të zgjedhet një qeveri dhe të votohet një buxhet i ri dhe pastaj këta të shkojnë zgjedhje, shkojnë ku dojnë dhe të sigurohet spari funksionimi i shtetit. Tani jemi në një stad ku nuk është i njëjtë sikur me shkurtin e vitit kaluar. Tani jemi në një stad ku e bim pikpyetje funksionimin e shtetit. Shtetit, jo qeverisë, shtetit. Dhe kjo është diçka shumë e madhe. Ndoshta ka ndonjë konspiracion që ndoshta nesër ta thrasim zotin Trump, thënë edhe na jemi si Grenlanda e ja merrna. Mirë, po duhet jemi pak serioz. Pozita e presidentit vendit është pozitë politike e para. Unë mendoj që është shumë idealiste të kërkohet që të gjendet një kandidat jo partijak, jo politik në një pozitë politike. Dhe vetë kushtetuta e përmendi zoti Koci më herët, unë mendoj që do të ndryshohet. Mendoj që për shkak të këtij problemit të zgjedhjes me 2/3 është shumë më e mirë që presidenti i vendit të zgjedhet direkt nga votuesi i Kosovës, nga qytetari i Kosovës. Kështu që nëse vetë dëshirojmë të ndrojmë diçka, mendoj që e para do të ishte fakti i mënyrës së zgjedhjes së presidentit. Tani jemi në një situatë ku zoti Kurti e ka marrë një numër të madh të deputetëve, ku duhet t'i lejo të qeverisë, dhe nuk mund t'ja ndalosh qeverisjen tash dhe prap ta bysh në situatë njëjtë sikur në vitin e kaluar, ku do ta bllokosh procesin pse nuk do ta zgjedhësh një president. Nuk ka, e pëson vetë pikëspari, po e pësojmë edhe ne si vend. Edhe thash, duhet të jemi shumë vigjilentë sa i përket situatës gjeostrategjike në glob, po edhe në rajonin tonë. Gjithçka mund të ndodhë në ditën e vijim. Gjithçka mund të pritet edhe nga fqinji. Po prandaj edhe ne si analistë duhet me pas zë të arsyes. Po pikërisht, mendoj që jo me thonë shka zgjedhje për inatë mos i për bes që to këshilla një sekondë për bes që to këshilla i ke dhënë edhe para se më shkon zgjidhje me 28 vetor. Ka qenë tjetër situatë, jo bashkëm, situatë tjetër. Konteksti është tjetër. Po, dallimi mes më herët u ankove që po ndërpresh, tash po më ndërprejnë më. Dallimi ishte për qeveri dhe për president. Unë mendoj që për një nuk duhet me shku në zgjedhje për president, sepse është katastrofë për Kosovën. Apo kupton? Jo, për një mendoj që duhet zonja Osmani të rizgjedhet. Dhe tash, le të bëjnë kompromis partitë politike për emrin e presidentit. Pra kemi një kandidatur e ka thonë zonja Osmani vetë, dhe nuk kemi ka emra që përmendën, po nuk ka zyrtar.
Deri sa unë nuk kam emra zyrtar s'muj me analizu, po unë po them që nuk është mirë na me shku në zgjedhje, nëse s'muj me marrë vesh, sepse është situatë tjetër e cila e qoj situatën që po parashtoj në rrethana të cilat janë të mira. Edhe në këtë formë pyetjen, po nis me zotin Koce dhe zotin Kusha. Në qoftë se zonja Osmani shihet si e afërt me vetëvendosjen, vërtet besoni që opozita do ta pranojë si kompromis se zonja Osmani të jetë sërish kandidate për president, sepse po flasim për ndarje pushtetesh dhe për një periudhë të gjatë. A bën me filluar më lezë? Po. Që, veç dështë se kish të e dhoni ideja ashtu. Sepse të na kompromisi, po reduktohet vesh në pozita. Do më thonë, nëse unë merëm vesh të jap vota për president, qka po mjep të cilin ministri, cilin këte. Po kjo është gabim. Për shembull, opozita mundet me bo kompromis edhe me i dhonë votat për presidentin, nëse e ka një kauz të vetën shumë të madhe, një legj, një çështje, një temë, një diçka, dhe thot vetë vendosës për shembull, shiqo, unë i jap votat, por kërkoj për shembull që këtë tematik, ose këtë ligj, ose këtë çështje që e kom pas shumë për zemrës, ose therr të fushatës, po kjo është ajo marrëveshja që po kërkojmë ne si vetëm më përgjigjem këtë pyetje që e bëra. Në qoftë se vetvendosja e zonja Osmani shihet si afërt me vetvendosjen, në qoftë se opozita e cilëson kështu. Ka qenë afërt se prej tyre ka dalë dhe është propozuar dhe i ka pas mbështetjen e tyre. Edhe do ta ketë mbështetjen më të madhe. Çështja është, a kanë luks opozita mos me qëndru në sallë për me rizgjet, për shembull, nëse e nominon vetvendosja. Kjo është dilema artificiale, bes. Jo, dhe nuk është dilema artificiale. Kjo është... A duhet me shku në zgjedhje? Jo, nuk duhet. Apo duhet me nejtë sallë? është dëm shumë i madh nëse Kosova shkon në zgjedhje, por duhet jenë realisht dy palët. Ne kemi një perceptim, një qëndrim të opozitës që nuk e konsiderojnë të njanshme zonjën Osmani. Se nuk e fshehin ata, e thonë. Nuk tash nuk po hy në atë nëse ajo është ose nuk është e njanshme. Unë po konstatoj diçka që ka po e pohon me këmbgurje opozita dhe e kanë bërë të qartë që nuk e pranojnë si kandidate për, nuk do ta mbështesin. E kanë thënë qartë. E nëse propozojnë diken nga këtë situatë për të ikur zgjedhjeve të jashtëzakonshme, do duhej të gjendet ai kandidat konsensuar. Po nëse ata e marrin kandidatin nga radhë të veta, ajo është po ashtu i anshëm. Jo, nuk e tha, nuk e ka kërku opozita. Po them, nëse propozojnë dikën të vetin. Opozita. Qoftë zotin Abdigjiku, qoftë. Po na po flasim si pyetje, po shtrojmë hipoteza. Mendoj që opozita në këtë situatë nuk do duhet ta propozonte një kandidat veten. Nëse do ta propozojnë dikë ose ta pranojnë një propozim vetvendosjes, një kandidati jo partijak. Që për shembull nëse e propozon Glau Konjufta, a është Glau Konjufta më e anshëm as zonja Osmani? Mbetet për të parë tanë. Apo fjali bashkënëse. Që megjithatë, unë thash pak më të parë, vetvendosja me votat që i ka drejtën e formimit të qeverisë të konstituent, mendoj që do të ishte më shëndetshme për skenën politike në Kosovë, për demokracinë në Kosovë, që presidenti tjetë një figurë jo partijake, sepse do të vënd të një farë balanci, do të të ndërmjet të pushtetit, qeverisë. Jo domosdoshmërisht, normalisht, jo domosdoshmërisht, por, ai kandidat nëse vjen nga vetvendosja vështirë do të jetë i pranueshëm për opozitën dhe normalisht do të jetë i pranueshëm edhe opozita nëse ja imponon vetvendosjen. Sepse jemi në 5 minutat e fundit, Artan? Pra te duhet guxim politik me pranu çka është më e nevojshme për shtetin. Ta përsëris prap mundësinë eventuale që të shohim një qeverisje mes lëvizjes vendosje dhe LDK-s. Unë shpresoj që do të ketë tentim, ndoshta edhe ka ndonjë tentim edhe aktualisht. Nëse marrim për bazë ndoshta edhe deklaratin e Besian Mustafës dhe reagimin e zotit Abdigjiku pas asaj deklarate, shohim që ka një tendencë për distancim prej PDK-s. Do thotë u përmend zoti Thaçi që para sa viteve ka ndodhur ajo, njëri në Hag u përmend zoti Thaçi si ndoshta një farë forme e distancimit me PDK-n, tendencës për distancim, dhe ky distancim ndoshta do të mund të çonte në mundësinë e krijimit të një qeverie përbashkët me lëvizjen vendosje. E di që edhe pas zgjedhjeve të shkurtit ka pas shumë njerëz në LDK që kanë qenë për krahas të kësaj ideje, mirë po ndoshta s'kan pas mundësi që të dëgjohet zëri i tyre mjaftueshëm, dhe ata që ndoshta kanë qenë më shumë
të interesuar që të ketë një bashkëpunim opozitar, kanë fituar në këtë mes. Mirë po tash ndoshta duke pas paku, duke pa edhe rezultatin e zgjedhjeve të dhjetorit dhe gjendjen aktuale në lidhjen demokratike të Kosovës, mendoj që do të ishte në favor të tyre pikërisht, që nëse ka mundësi, nëse zoti Kurti vendoset i ofroj mundësi të bashkëqeverisjes, që të krijohet një gjë e tillë. Dhe e përmenda që nuk kemi të bëjmë këtu vetëm për zgjedhjen e presidentit, e përmenda që qeverisja e ardhshme do t'i duhet më së nevojshme të ketë prezencën e 2/3 në kuvende dhe për gjëra shumë më të rëndësishme ndoshta në të ardhmen. Dhe mbetet të shihet nëse diçka e tillë mund të realizohet. Ndoshta është shumë ideale edhe kjo, ndoshta nuk është shumë reale, mirë po është më reale se sa zgjedhja e një presidenti konsensual që është e pamundur. Çfarë më pëlqen sa idealiste sonte. Kjo do të Një ishte qeverisje VVLDK? Do të ishte shumë e domshme për lidhjen demokratike të Kosovës, për faktin që e bllokoi Kosovën një vjet, e thamë në fillim, edhe në fund çka ndodhi, po shkon prap televizjave vendosje, edhe të paktën këtu tash në ndarjen e asaj që është Kolaçi, merr shumë më pak. Pra, zoti Kurti me 57 deputet po mendon se ja jep pushtet dhe fuqi sikurse çuçi kishte në Shkurt. Jo, ajo s'ndodh, domethënë, dhe këtu Flasim për çështje jo të Kolaçit, apo çështja e Kolaçit është kjo. Nëse nuk e ki Kolaçit, prandaj po them të kundërtën e asaj, pra qyshone po e shoh. Ajo çka mund të ndodhë në këtë situatë, sepse zoti Abdixhiku i ka edhe problemet e brendshme në lidhjen demokratike. Ka shumë njerëz në lidhjen demokratike të Kosovës, na tham fillim, një grup ka qenë pro marrëveshjes me vetëvendosjen, grupi tjetër me Partinë Demokratike. Prandaj edhe vendimi i zotit Abdixhiku ka ardhur, jo, ma mirë heq se sa me shku në shpartallim të lidhjes demokratike. Mungesi dëshipi, Kjo i dëmtoi lidhjen demokratike të Kosovës, pra e dëmtoi me rënje të votave dhe mendoj që nga kjo situatë lidhja demokratike e Kosovës ka nevojë me marrë me veten. Kosovës i duhet zgjidhje kompromisi, mos me shku në zgjedhje për një president. A është Vjosa, dhe a është dikush tjetër, unë nuk e di sot, nuk moj me paragjyku se s'po du për emna në aspektin profesional me përmend, po Kosovën nuk duhet me qunë zgjedhje për një çështje cila mundet me te kalu. Edhe një fjali. Nuk është fundi botës me mbet opozit e mirëfillt, konstruktive edhe pa nda pushtet. I bën mirë edhe lëvizjet vetëvendosje me qeverisë vetë, edhe që ta shohim domethënë komplet tashti se gjithmonë jena në ku për shembull që se kemi pas shumë forcën, tash e kanë, edhe duhet milion me qeverisë. Jo, e kanë pas që 6 vjet. Po, jo bashkë kështu me këtë përkrahje. Bashkim. Ndrysh është me 2021 ka qenë e njëjta. Kanë nejtë në opozit, kanë hy edhe kanë zgjedhë zonin Osmani presidente. Atëherë ka qenë strategjia që më mirë ta hekim këto nga loja se mund ta dëmtoj edhe më shumë. I njëjti rast është edhe tash, do thotë e kanë pas një atë mundësi, edhe mendoj që nëse përsëritet e njëjta, prap kthehen ato që presim rezultate të reja me veprime të njëjta, që është absurd. Kështu që veprimi ndryshe është ai që të insistohet në marrëveshje politike për qeverisje në shkëmbim jo vetëm presidentit, po të 2/3 të votave për shumë procese të tjera. E kam të fundit një fjalim nga zoti Koci Edu, kur kanë përfunduar zgjedhjet me 9 shkurt vitin e kaluar, më ke pasur edhe komentar përsëri disa herë që s'ke pa vullnet që të bashkëpunojnë për ta bërë qeverinë dhe ashtu doli. Apo shë vullnet tash për ta zgjidhur krizën për presidentin? Këse radhe po. Mendoj që do të zgjidhet çështja presidentit. Nuk mendoj që do të shkohet në zgjedhje. Duhet minimumi kompromisi. Do të thotë kemi qeverinë, kryetarin e parlamentit, çështja e zgjidhur. Duhet kompromis nga ana e vetëvendosjes, po edhe nga opozita, ta gjejnë një kandidat konsenzual. Unë mendoj që në Kosovë ka shumë të tillë, nuk mendoj si Meti dhe Besa që do të thotë ama ti e të fol prapë për generalizim, domethënë se jo esencën. Unë nuk thash që nuk ka. Unë thash Kosovës duhet një president i fortë, i cili është edhe qeverinë e mbikëqyr pak, se udhëheq politikën e jashtme. Përndryshe me një president dopt kukull, mendoj që Kurti e ka shumë ma lehtë mandej me vepru edhe në qeverisje. Nëse do të jetë president konsenzual, ai nuk do të jetë president. Po na nuk e dim, unë prandaj po them. Do të jetë president kukull nëse imponohet. Po prandaj unë po them. Nga një parti ose një tjetër, përndryshe nëse do të jetë konsenzual, ai do të jetë i paanshëm dhe jo kukull askujt. Po shohim se si do të shkojnë gjërat. I paanshëm s'mund të jetë se prapë i kërkon votat e dikujt. Faleminderit shumë personte. I paanshëm vetëm kur zgjedhet nga vota e popullit. Faleminderit shumë personte, ishte kënaqësi që kisha mysafir. Të dashur shikues, dhe ju faleminderit që na ndoqët, mirupafshim. Natën e mirë.